Tolaj, pasi mi mirë është kë, Tolaj dhe Ajzeraj, kombinimi, gol dytja! Qfar super goli! Gabniar Tolaj dhe Ballkani avancon 1-0 me të vërtet. Gol dytje pantashpeshte kjo nga Tolaj. Super gol dhe Ballkani avancon, nuk ka mundur të bëj asnjë portier me kualitetet e Faton Malokut këtu. Absolutisht asgjë fantastike. Bejtullahi direkt e barikat për sëri Bejtullahi dhe intervenimi i Artan Ilazit në fund. Betet 0-1. Kemba Ovuka. Pasi mi mirë Ovuka, Zapazaj del pal për bal. Dhe 1-1. Parazon kampioni. 24 minuta. Kristal Abazaj. Drita rikëthet në loj, goli tret i Abazajt në sezonin e ti të parë në futbolin kosovar dhe në fanelën e dritas. 24 minuta, 1-1. Më katë që nuk ka një stadium të madhë për më tepër shikues. Palaj, gol dytja nga Palaj dhe intervenimi nga Artan Ilazi. Plumbi. O, qfar gabimi, Plumbi, gol dytja! Dhe 2-1! Giovanni Ribeiro! Kjo nuk ka guzuar të ndollë. Sidomos jo ti ndodhë një lojtari me kaq përvoj si që është Jorgo Plumbi. Këtë shfrytëzon Giovanni Ribeiro Tinak. E përcolli shumë mirë se cilën lëvizja aty pas golit realizuar nga Giovanni Ribeiro. Goli ti 4 këtë sezon, përsëri rrezik. Gol dytja dhe 3-1. Nuk e kap të qartë se çka po ndodh këtu. Falid Hamidi. 34 minutë. 3-1 për Ballkanin. Me të vërtet e pabesueshme. Kjo nuk i ka ndodhur Zekeria Ramadanit më duket kur në karrierën e tij. 2 gola brenda 2 minutave me këtë reagim kaq të zvetë mbrojtjes. Arkemi mirë është kë. Dollovia gol dytja dhe Jorgo Plumbi nuk arrit të realizojë dhe të nxirret për atë gabimin të 1-2. Shojmë shka të sjellë kjo në vazhdim, markimi nga Ajzeraj. Gol dytja dhe realizon Kristal Abazaj. Drita rikëthet në loj, 58 minut. Dhe tani do të kemi një 35 minutësh të jashtëzakonshëm këtu. Drita Ballkani 2-3, 58 minuta vetëm. Ovuka. Dollovi në brendit të zonës. Gol dytja më pas dhe intervenimi nga Artan Ilazi. 2 minuta pas golit të realizuar, drita kërslon në sërishit. Pasimi për Shej dhe Abazaj, amundësia për dritë tani, Abazaj, Ajzeraj, rasti këtu, Abazaj, gol dytja, jo, 5-6 lojtar aty, Abazaj, fonohet. Dhe kjo është shumë e rëndësi për shikues, golat janë të rëndësishëm, ja rasti për të barazuar, Tusha, vazhdon aksioni, Bejtullahi, Arkimi, gol dytja, kërkohet penalti nga vendësit. Vokri, bukur kombinimi tani, gol dytja nga Ismail Keci. Bejtullahi. Arkimi në drejtim më të majlaj, Dollovia 2 mundësia dhe intervenimi nga Artan Ilazi. Jetë rasti mirë nga Piçaj për veton Tushën, i cili nuk arrit plasoj goditje në fund. Dollovia largohet. Dopi për një qast, por ja tani kjo goditje nga Shej. Çfarë mundësie ishte kjo?
Ovuka. Shikoni se si lufton aty Hokemba Ovuka. Smajli përjashtohet brenda 2 minutave. Ndërhyrja e tij në Hokemba Ovuka tani I kushton me karton të kuq. Busha, kthe topin aty te Bejtullaj. Ja tani mundësia, goditja me kokë dhe intervenimi I Artadi Lazit. Batarello largon topin, por është aty Ovuka. Goditja nga Ovuka. E plog është intervenon Artadi Lazi edhe lodhja tani. Dhe këtu e mbyll ndeshja, Ballkani fiton derbin e javës së 15 në një ndër ndeshjet më të mira që kemi parë në edicionet e fundit.